Jam e interesuar për këtë derrasën që rrotullohet, thot Nevila. Të lutem na trego pak më shumë. Po qa të themun më i zemër, ja, shif e shkruaj. Është një derrasë e rumullakët që unë e gjej shumë praktike për të hapur sidomos petën me vaj. Nga anët tona ne i themi sofër në fakt dhe është përdorur shumë në kohët e vjetra. Më kujtohet që gjyshja ime kishte një të tillë, sigurisht jo kaq, por shumë herë më e madhe se sa kjo, dhe aty shtronte gjithmonë bukën. Sofra mbaj tek oda me oxhak, dhoma kryesore ku vinin edhe miqt, rreth e rreth kanë qenë minderet me shilte dhe jastëkët e zbukuruar me grep. Është e çuditshme se si disa gjëra mbeten thellë në kujtesë edhe pse kanë kaluar kaq shumë vite. Dhe unë nga dëshira për ta patur një sofër të tillë, sepse e gjej shumë praktike, ja kërkova burazerit të vogël që i ka duart flori dhe i vjen shumë dorësh për këto gjëra. Në pak fjalë, kjo është edhe historia e sofrës që unë përdor për të hapur petën me vaj. Sigurisht që mund të ketë vende ku ju mund ta blini këtë sofër, por personalisht nuk di se ku t'ju drejtoj. Ju përshëndes.